Të nderuar besimtar, të paktën për ata që ishin të pranishëm në xhuman e kaluar, ne sollëm ajetet e para të surës Muddathir. Është një sure në Kur'anin famullar që quhet surja Muddathir. I referohet një njeriu i cili në një moment të caktuar ishte i mbuluar me rroba, me tesha. Mirë po dëshni Allahu i lartësuar që ta zgjonte, ta përmente, dëshni Allahu i lartësuar që ta aktivizonte dhe t'i ngarkonte një mision më të shenjtë, mision më fisnikun prej misioneve. Dhe Allahu i lartësuar i bën një thirrje këtij njeriu dhe pastaj i jep disa orientime. Dhe ky njeriu ishte më i miri i njerëzimit, Muhamedi alayhis salam. Pak pasi i erdhi shpallja, pasi u komunikua prej Allahut të lartësuar në shpellën hira se tashmë ishte i përzgjedhur. Dhe Allahu i lartësuar e kishte ngarkuar me një mision për të qenë profet i tij dhe për të qenë ai i cili do t'i nxirrte njerëzit prej errësirave të shumta ku ishin zhytur drejt dritës së Zotit. Ai që do të ndryshonte mendsinë e njerëzve, ai që do të ndryshonte zemrat e tyre, ai që do të ndryshonte besimet e njerëzve. Ato besime të devijuara që tashmë ishin shmangur nga e vërteta dhe nga e drejta. Ai njeriu i cili do të shkruante me gërma të arta historinë e njerëzimit dhe ai njeriu i cili emri i tij do të lartësohej dhe do të bëhej model për gjithë ata njerëz të cilët e duan të mirën. Dhe bëhet fjalë që ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë moment kur ishte i mbuluar dhe në këtë moment kur profeti i Zotit ishte i tronditur nga kjo thirrje që i erdhi dhe nga kjo tashmë nga ky mision që u ngarkua, për të cilin nuk ishte i paralajmëruar, madje as nuk e kishte kërkuar, as nuk e kishte synuar, mirë po Allahu i lartësuar deshi dhe e përzgjodhi. Dhe profeti alayhis salam u trondit shumë. Dhe shkon në shtëpinë e tij. Dhe thotë: "Zemmiluni, më mbuloni." Imagjinoni pak dhe ndoshta secili për nesh ka përjetuar momente kur e kaplojnë ato të dridhurat. Ndoshta shqetësim, ndoshta frikë, ndoshta panik, ndoshta ngarkuar me një ngarkesë të caktuar dhe përjeton të dridhura dhe thotë ka nevojë të mbulohet. Dhe në këtë moment i vjen shpallja prej Allahut të lartësuar duke i thënë: "O ti i mbuluar, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir." Ngrihu dhe njerëzimi madje paralajmëroj të zgjohen, paralajmëroj të ndryshojnë, të përmirësohen. Krejtësisht të ndryshojnë çfarë ka të bëjnë me jetën e tyre që ndoshta deri në këtë moment e kanë bërë gabim. Ta ndryshojnë, ta përmirësojnë atë. Wa rabbaka fakabbir, dhe Zotin tënd madhëroje. Wa thiyabaka fatahhir, dhe rrobat e tua pastroj. Wa rujza fahjur, dhe ndyrësisë, gjërave të këqija të dëmshme, largohu, braktisi ato. Wala tamnun tastakthir, dhe sa do që të veprosh mos e konsidero shumë. Wali rabbika fasbir, dhe për hir të madhështisë së Zotit tonë ti duro. Këto ishin ajetet e para të surës Muddathir që Allahu i lartësuar ja zbriti profetit alayhis salam pikërisht në atë gjendje. Dhe ne me dy citatet e para të kësaj sure të mrekullueshme i përjetuam në xhuman e kaluar dhe me ndihmën e Allahut të lartësuar do ta plotësojmë sot shkurtimisht. O ti i mbuluar. Dhe ky komunikim prej Allahut të lartësuar nuk i referohet vetëm të dërguar të Zotit të lartësuar, sepse prej udhëzimeve janë shumë prej këtyre udhëzimeve të cilat i dërguari i Zotit të lartësuar nuk ishte nevojë për to, për faktin sepse nefsi i tij, vetja e tij ishte shumë e fisnikëruar dhe shumë e pastër. Profeti alayhis salam që përpara se të vinte ky komunikim prej Allahut të lartësuar dhe ky urdhër, ishte i pastër nga idhujtaria, ishte i pastër për sa i përket veseve, për sa i përket zakoneve të gabuara dhe të këqija. Ishte i pastër prej çdo gjëje që e ndy apo e bën pis njeriu. Mirë po ky është një komunikim që përfshi gjithë njerëzimin. Pra sikur Allahu i lartësuar dëshiron t'i thotë profetit alayhis salam: "O ti i mbuluar, ngrihu dhe paralajmëroj njerëzit që të bëjnë të vetët, që të bëjnë të tyret, që të pajisen dhe të stolisen pikërisht me këto cilësi, me këto virtyte të cilat ti do t'i dëgjosh tani." Dhe u a them në bindje të nderuar,
që secili prej nesh tani në këtë moment është i mbuluar. Ndihet i mbuluar. Ndoshta jo me tesha apo me rroba. Por secili prej nesh është i mbuluar ndoshta me halle, është i mbuluar me strese, është i mbuluar ndoshta me dhese, është i mbuluar ndoshta me zakone të cilat dëshiron nga momenti në moment të çlirohet prej tyre. Është i mbuluar ndoshta me një sprovë të caktuar. Është i mbuluar ndoshta me një hall apo me një problem të natyrave, të formave, të dimensioneve të ndryshme. Ndoshta është i mbuluar dhe me atë që e cekëm dhe madje më shuam fort dhe shumë në xhuman e kaluar, ndoshta është i mbuluar me plogështi, me dembelizëm. Dhe në momentin që i vjen oferta të ndryshme prej Allahut të lartësuar, nuk e gjen fuqinë që të çlirohet dhe të dalë prej gjendjes së tij. Prandaj o ti i mbuluar na referohet ne që të gjithëve. Në mënyrë që të çlirohemi nga çdo gjë që ndoshta na ka mbuluar, na ka zënë frymën në jetën tonë dhe na pengon për ta jetuar këtë jetë ashtu siç duhet dhe për të vrapuar dhe për të nxituar drejt Allahut të lartësuar dhe drejt kënaqësisë së Zotit të gjithësisë. Prandaj këto 3-4 komunikime, orientime dhe urdhëresa shumë fisnike prej Allahut të lartësuar, të cilat do të përmbledhim shkurtimin sot i dëgjojmë me shumë vëmendje. Në vijim i drejtohet Allahu i lartësuar duke i thënë: "Wa thiyabaka fatahhir", dhe rrobat e tua pastroje. Dhe këtu komentuesit e Kuranit, ata të cilët thellojnë në mendimet apo thellojnë në kuptimet e Kuranit famëlar, kanë dalë në përfundimin që dhe rrobat e tua pastroj, do thotë pastro çdo gjë që ka të bëjë me jetën tënde. Sepse njeriu vërtet ka një uniformë të jashtme që duhet ta pastrojë atë, dhe Islami është feja e pastërtisë, dhe të gjitha orientimet dhe udhëzimet prej Allahut të lartësuar janë që besimtari të jetë i dëlir dhe të jetë i pastër, mirë po besimtari ka dhe njeriu ka dhe një uniformë të brendshme, ka edhe një anë të brendshme, që do thotë rrobat e tuaja pastroj gjithçka që ka të bëjë me vetën tënde, me jetën tënde, gjithçka që të rrethon. Pastroje mendjen tënde, mendsinë, mendimet e tua. A ka mundësi që mos ta shtrish ato mendimet, mos i shtrish vesën në atë zonë e cila është e pastër, e lejuar, jo e dëmshme, sepse edhe kjo, edhe mendimet janë një formë furnizimi që furnizohet njeriu. Mendimet tona, të cilat qarkullojnë në mendjen tonë për dishmërinë tonë, është konsum ditor. Mos vallë qëndron vetëm në kufijit e të menduarit? Jo. Detyrimisht që do ndikohet dhe zemra, do ndikohet dhe shpirti, do ndikohet pastaj njeriu dhe në sjelljen e tij. Është një furnizim, pastroj mendimet e tua. Dhe përpiqu që të mos depërtojnë prej këtyre mendimeve dhe prej këtyre imagjinatave, veçse ajo gjë që është e pastër, veçse ajo gjë që është e lejuar dhe veçse ajo gjë që të fisnikëron dhe të nderon. Gjithashtu pastro zemrën tënde. Dhe për sa i përket udhëzimit dhe orientimit për të pastruar zemrën, ky është edhe obligimi më parësor dhe më kryesor dhe më i domosdoshëm, sepse në fund të herës njeriu nuk është gjë tjetër veçse zemra e tij. Çfarë ka në zemër njeriu do të pasqyrohet, do të reflektohet, do të transmetohet edhe në gjuhën e tij, në veprat e tij, në sjelljet dhe në gjithçka tjetër. Pastroje zemrën tënde, sepse e gjithë betejë e besimtarit është pikërisht në një copë mishi, e ka quajtur profeti alayhis salam, që nëse kjo copë mishi është në rregull, e gjithë qenia e njeriu është në rregull, në të kundërt gjithë qenia e njeriu është problem. Pastroj sjelljet e tua, pastroj të gjitha veprimet e tua, veprat e tua, pastroj adhurimet e tua, pastroje besimin tënd pikë së pari, adhurimet e tua, mënyrën, raporti që të ndërton me Allahun lartësuar, dhe imagjinoni pak përpara 1450 viteve se në zhyndje ishte njerëzimi. Merë lexoje dhe shpjetoje Kur'anin famëlar, merë lexoje dhe shpjetoje historinë e njerëzimit, të kuptosh që këto udhëzime, këto orientime, të cilat e lartësojnë dhe e fisnikërojnë njeriu, çfarë bashkësie janë drejtuar, në çfarë gjendje kanë qenë. Dhe ne dhe kuptojmë edhe madhështinë e kësaj feje dhe mrekullinë e këtyre udhëzimeve përpara 15 shekush.
udhëzimet e para, orientimet e para që i kanë ardhur të dërguarit e Allahut të lartësuar. Imagjinoni pak në çfarë gjendje ka qenë njerëzimi dhe ku e ka ngritur Islami. Për sa i përket adhurimeve të tua, mendo një herë, mendo logjiko, kujt do t'ja dedikosh lutjet, adhurimet, pasurinë tënde? Kujt? Absolutisht askujt tjetër përveç të madhërishmit të Allahut. Çlirohu nga adhurimi diçka tjetër përveç Zotit të gjithësisë. Çlirohu nga gjitha format e besnikënyve që e kanë mbërthyer njerëzimin dhe e kanë shkatëruar ato. Çlirohu. Për sa i përket mendimeve, çlirohu dhe pastroje ato. Pra pastroje zemrën tënde, pastroje adhurimet e tua, pastroje veprat e tua, pastroje gjuhën tënde, pastroje komunikimet e tua. Për sa i përket fjalëve, fol vetëm mirë ose hesht, fol drejt ose hesht, sepse nëse të folurit është prej argjendi, kanë thënë, heshtja në momentet caktuar është prej ari dhe është prej floridi. Për këtë arsye, wa thiyabaka fatahhir, gjithçka që ka të bëjë me ti pastroja. Në këtu duket madhështia e besimtarit. Pastroje shtëpinë tënde, mos lër në shtëpinë tënde të ketë diçka që e bën pis ambientin e një besimtari. Absolutisht çdo gjë që dëmton fenë e tij, moralin e tij, sjelljen e tij, familjes së tij, të fëmijëve të tij, pastroj gjithçka. Pastroj pasurinë, pastroj punën, përpiqu të jetosh me dinjitet, përpiqu të jetosh në halal. Është e vështirë, patjetër që është e vështirë. Është sfidë, patjetër që është sfidë, por pak që është halal, është shumë herë më e mirë se sa shumë e cila është haram, shumë më e mirë, edhe në bereqet, edhe në lezet, edhe në shije, edhe në nder, edhe në prestigj, në dignitet, pastaj edhe në përsa i përket dhe sasisë, ajo do të shumohet, ajo do të shtohet, atje do t'japi Allahu duk, do t'japi Allahu lartësuar bereqet, edhe pastroje pasurinë tënde, pastroje gjithçka që ka të bëjë me jetën tënde. Imagjinoni, sepse kjo është feja e pastërtisë. Kjo është feja e udhëzimeve dhe orientimeve që e lartësoj dhe fisnikoroj njeriu në të gjithë jetën e tij. Warrujza fahjur, dhe për ta përforcuar atë gjë që sapo e tham, Allahu lartësuar jep orientimin tjetër dhe i thot çdo gjë që është ndyrë, çdo gjë që i përket ndyrësive, braktisata. S'ka lidhje muslimani, s'ka çfarë lidhje një besimtar me diçka që është ndyrësi, me diçka që është poshtërsi, me diçka që është padrejsi, me diçka që e rëndon, e bën pis apo e dëmton në fenë e tij, në sjelljen e tij, në moralin e tij, në jetën e tij dhe në gjithçka që ka të bëjë në rrugëtimin e tij drejt Allahut të lartësuar. Largohu, braktis, mënjano nga jeta tënde gjithçka që të dëmton dhe të bën pis, por njëkohësisht të shkakton dhe ndëshkimin e Allahut të lartësuar. Warrujza fahjur, dhe ky është kuptimi i rrugëzit. Gjithçka që të bën pis në veten tënde, në jetën tënde, në rrugëtimin tënd drejt Zotit të gjithësisë, dhe gjithçka që të bën pis, kujdes, sa ajo të shkakton zemërimin e Allahut dhe ndëshkimin e Zotit. Prandaj mënjanoje nga jeta tënde dhe jeto veçse i pastër për gjatë gjithë jetës. Allahu na bëftë ti. Warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir. Dëgjoj një udhëzim tjetër. Wala tamnun tastakthir. Dhe sado që të veprosh, dhe sado shumë që të jetë ajo, dhe sado të mëdha të jenë veprat e tua që burojnë prej teje, dhe sado të mëdha që të jenë kontributet që burojnë prej teje, ti quaj dhe konsideroj pak. Raport me Zotin konsideroj shumë pak. Vërtet, ke bërë shumë, ti falë namazin dhe ti agjiron Ramazanin dhe ti jep zekatin dhe ti ke bërë kontribute dhe ti je një njeri dhe e re, mbrekullueshëm dhe mbrekullueshme, sepse jeton në këto ditë të vështira me parimet islame, ke bërë shumë dhe meriton përgëzimet më madhështore dhe meriton me të vërtet podiumet më madhështore për të promovuar dhe për të lavdëruar. Mirë, po ti në veten tënde, në raport me Zotin, konsideroj shumë pak. Shumë pak, sepse kjo do ta shtoj dozën e modestisë, dozën e thjeshtësisë, dozën e sinqeritetit. Ti do të lartësohesh akoma më shumë tek Zoti i gjithësisë. Vazhdo dhe bëj shumë, kontribute prej teje le të burojnë shumë. Kur mos rresht, mos ndalo, mos dobëso, mos u lodh asnjëherë në rrugëtimin tënd drejt Zotit të gjithësisë.
Mos u lodh asnjëherë duke qenë i dobishëm për njerëzimin. Bëj mirë, sepse më i mirë dhe më i dashur tek Allahu i lartësuar është ai i cili është më i dobishëm. Mos u ul asnjëherë, mos u mbulon asnjëherë, dhe mos u dorëzo absolutisht asnjëherë. Mirë, po ti e di vetë, ti besimtari i sinqert, e di shumë mirë, e ul kokën, bën analiza, raport me Zotin këto janë shumë pak. Allahu meriton akoma më shumë. Për shumë arsye. Arsyeja e parë është sepse kam akoma më shumë mundësi. Kam akoma më shumë kohë në dispozicion. Dakor, jam i mrekullueshëm dhe je i mrekullueshëm në raport me adhurimet. Por ti e di shumë mirë dhe unë e di shumë mirë që kemi akoma mundësi për më shumë. Kemi kohë në dispozicion dhe kemi shëndetin dhe kemi energjinë dhe kemi mundësi. Kemi aksesin për të bërë shumë akoma më shumë. Kjo është e para. E dyta, në raport me atë që ne Allahu i lartësuar tani po shfrytëzojmë dhe po e shijojmë prej mirësive të Zotit të gjithësisë. Ajo që na ka dhënë Allahu i lartësuar është shumë herë më e madhe se sa ajo që ne i dedikojmë. E ju e dini shumë mirë dhe unë s'dua të zgjat kështu. E dini shumë mirë atë hadith që ne u a them me bindje duhet ta lexojmë minimumi një herë në ditë. Është një hadith që sikur ta kishim diku të shkruar, përderisa nuk e kemi në aftësinë dhe mundësinë ta rifreskojmë të paktën një herë në ditë, sikur ta kishim diku të shkruar dhe ta lexonim minimumi një herë në ditë. Është hadithi ku Allahu i lartësuar do të marrë në ditën e gjykimit një njeri i cili ka qenë i mrekullueshëm për sa i përket jetës së tij, për sa i përket këtyre adhurimeve dhe orientimeve. S'ka lënë asnjë gjë mangët, në namaz i përkryer i përsosur, në agjërim i tillë, në zakat, në kontribute i tillë, për sa i përket pastërtisë së vetes, së sjelljes, së besimit, së virtyteve, ka qenë në nivelin më të lartë të mundshëm. Nuk ka lënë gjë mangët. O robi im, i thotë Allahu i lartësuar, dëshiron të futesh në xhenet me veprat e tua apo me mëshirën time? Ky njeri ka mendimin e mirë për veten e tij dhe i takon ta ketë mendimin e mirë për veten e tij, sepse s'ka lënë asnjë gjë mangët. Dhe thotë, o Zot, dua të futem në xhenet me veprat e mia. Çfarë më ke kërkuar e kam vepruar, çfarë më ke ndaluar unë jam privuar me veprat e mia. Vendosën të gjitha veprat e këtij njeriu pa i lënë gjë mangët Allahu i lartësuar asgjë. Edhe kujdes, veprat e robit të besimtarit, më thoni me sa shumë fishon. Një vepër që kemi bërë me 10 fish, deri në 700 fish, deri në akoma më shumë. Ky namaz xumaje që ne do ta falim dhe lutim Allahu lartësuar ta pranojë prej nesh, nuk shkruhet një namaz xumaje tek Zoti i gjithësisë, por automatikisht shumë fishohet në 10 deri në 700, deri në akoma më shumë. Në bazë të vështirësisë që ka përjetuar secili prej nesh, në bazë të sinqeritetit, në bazë të rregullave që ka zbatuar secili prej nesh, në bazë të disa elementeve që shtohet shpërblimi. Shumë fishohen dhe veprat. Vendosen në një anë peshores dhe ju e dini shumë mirë se çfarë veprohet në anën, se çfarë vendoset në anën tjetër të peshores. Mirësia e shikimit. Vetëm mirësia e shikimit. I merret për këtë moment mirësia e shikimit dhe vendoset në anën tjetër të peshores, kjo mirësi që e ka shijuar dhe e ka shfrytzuar për gjatë gjithë jetës, që nuk ja di vlerën pasha Zotin, versa ai që është privuar. Pjesa tjetër ne e themi teorikisht dhe e themi dakord të përjetojmë, ndoshta ndikohemi kur nuk mundemi ta imagjinojmë dhe ta përjetojmë se çfarë do thotë mirësia e shikimit. Dhe ju e dini shumë mirë se çfarë rëndon mirësia e shikimit. Automatikisht ky njeri i mençur besimtar e kupton dhe bën një analizë shumë të thjeshtë. E kupton që për gjatë gjithë jetës, dhe gjithë namazet që ka falur, dhe agjërimet që ka bërë, dhe zakati, dhe kontributet, dhe durimin, dhe gjithçka, nuk i ka thënë Allahut faleminderit siç e meriton as për mirësinë e shikimit. Kjo është llogari vërtetëse. Çu bën llogarit? Nuk i ka thënë, nuk i kemi thënë Allahut faleminderit as vetëm për mirësinë e shikimit. Prandaj, thotë o Allah, tani e kuptova mesazhin, por nuk e kuptoi vetëm ai, do ta kuptojnë gjithë njerëzit, por falënderimi i takon Allahut të lartësuar që ne vazhdojmë akoma të jemi gjallë, të mençur, të zgjuar dhe të kuptojmë këto mesazhe dhe kur dalim prej xhamisë, edhe nëse i harrojmë të tjerat, të dalim me këtë mesazh mos u lodh kur së faluri namazin, sa agjëruari dhe së qenuri një besimtar i mirë, sepse në fund të herës e ke për veten tënde
dhe nuk i ke thënë Allahut faleminderit siç duhet as edhe për mirësinë e shkimit. Tani o Zot më fut në xhenet me mëshirën tënde dhe futet në xhenet me mëshirën e Allahu Subhanahu. Prandaj mos e quaj kur shumë atë gjë që bën. Edhe nëse të vënë në dyshim shoqëria tënde, edhe nëse të vënë në dyshim familja apo dikush tjetër, për faktin se nuk din, kaq din. Të vënë në dyshim, valla, ti gjithë jetën do falesh 5 herë në ditë. Gjithë jetën do falesh, ti kujdes tani një i ri dhe disa rregulla lejohet, thonë ato ti thyesh apo ti disa vese, nëse nuk i shijon në rini, kur do t'i shijosh? Mos. Dhe çfarë edhe quaj shumë? Jo, mos e quaj shumë. E para punës janë, të gjitha ato janë për veten tonë, për ta fisnikuar dhe lartësuar, dhe e dyta po në rrugën drejt Zotit, asnjëherë dhe asnjë gjë nuk është shumë, madje është shumë pak. Çfarë bën për Allah dhe në rrugën e Zotit, quaje dhe konsideroje gjithmonë pak, wala tamnu tastakthir, asnjëherë mos i quaj shumë, dhe në raport me njerëzit, nëse u ke bërë mirë njerëzve, quaj pak dhe kur asnjëherë mos u përmend dhe asnjëherë mos i lëndo, o ju të cilët keni besuar të Allahu lartësuar, mos i shkatroni dhe mos i asgjësoni kontributet tuaja përfshi njerëzve, duke u përmendur atyre dhe duke u sjell keq apo duke i lënduar ata në një formë apo në formën tjetër. Ky është besimtari. Wala tamnun tastakthir. Kështu jeto. Kështu me këtë parim jeto. Raport me Allahun quaje pak, por edhe raport me njerëzit bën shumë dhe quaje pak, dhe kur mos i përmend, dhe asnjëherë mos i lëndo ata njerëz të cilëve u ke bërë mirë, sepse përndryshe asgjëson kontributet dhe asgjëson veprat e mira. Wali rabbika fasbir, dhe orientimi, udhëzimi apo urdhri i fundit është dhe për hir të Zotit tënd tregohu durimtar. Në një farë mënyrë sikur e paralajmëron profetin alayhis salam që rruga do të jetë e vështirë. A ditët e para të shpalljes, ditët e para të udhëzimit të Islamit, e paralajmëron, rruga është e vështirë, patjetër që është e vështirë. Letarkabun tabaqan an tabaq. Edhe nëse bëhesh musliman, edhe nëse i fal 5 namazet, mos e gënje veten tënde dhe as mos lejo dikujt që do të gënjej. Rruga është e vështirë. Rruga është e vështirë, është e gjatë, është me angazhime. Ti duhet të kryesh ti çosh në vend. Është me adhurime. Duhet të kryesh ti çosh në vend dhe ti jesh i përsosur, mos lësh absolutisht asnjë gjë mangë. Është me vështirësi letarkabun tabaqan an tabaq. Do të kaloni nga një vështirësi në vështirësi tjetër. Kjo nuk është vetëm për pabesimtarët, është dhe për muslimanët. Për të gjithë, nga një vështirësi tjetër. Mirë, po madhështia e besimtarit është se me Allahun bëhet i fortë. Dhe me Allahun lartësuar ndriçohet, dhe me këtë Islam ndriçohet, dhe gjën rrugëzgjidhjen dhe rrugëdaljen se si të dalin nga këto vështirësi, dhe si të dalin nga këto sprova. Rruga është me sprova, rruga është me vështirësi, mirë po është dhe me ditë të bukura, është dhe me lumturi, është dhe me kënaqësi, dhe prej formave të lumturisë dhe të kënaqësisë është edhe momenti dhe mënyra kur ti triumfon mbi të gjitha këto siklete dhe mbi të gjitha këto vështirësi dhe mbi të gjitha këto probleme. Është lezet më vete, është kënaqësi dhe lumturi më vete. Prandaj, voli rabbike fasbir, për hir të Zotit tënd ti duro. Kur nuk i takon asnjë, nuk i takon një musliman, një besimtar apo një besimtare të dorëzohet. Në momente të caktuara a përjetojmë dhimbje, po përjetojmë dhimbje pasha Zotit. Në moment qoftë ne si individ, si familje apo si umet, si bashkësi. Në momente të caktuara a ndihemi të dobët, po mund të ndihemi të dobët. Por a ka momente ku besimtari aty shtrihet apo dorëzohet dhe thotë mbaroi çështja ime, a ka momente apo situata ku besimtari e ka të gjeti i muar të bjerë në stres apo të bjerë në depresion apo të bjerë në vetvrasje apo në diçka të tillë, ku asnjëherë nuk ekziston diçka të tillë. Nuk ka përjetuar i dërguari Zot lartësuar moment më të vështirë, ose për qenë korrekt, momenti i dytë më i vështirë që ka përjetuar profeti alayhis salam është momenti në betejën e Uhudit, ku ju vrarën 70 prej vëllezërve, prej shokëve, prej besimtarëve, 70 sahabi, ku gjakos profeti i Zotit dhe ku përhap lajmi se madje e vrarën të dërguar në Allah të lartësuar. Imagjinoni dhimbja, lodhja, plagosja, vrasja e shokëve të tij, gjakosja profetit alayhis salam, humbja e betejës. Dhe Allahu lartësuar zbret ajetin ku thot: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum
mu'minin, mos u dobësoni, mos u dëshpëroni, mos u dorëzoni, sepse ju jeni më të lartët përderisa jeni besimtar. Në momentin më të vështirë, dhe secili prej nesh tani unë jam i bindur që ky ajet i zë vend diku, në një hall që ka, në një problem që ka, në një sprov që ka, në një boshllëk, mos u dëshpëro, mos u dorëzo, mos u dorëzo absolutisht asnjëherë. Pse kjo gjë? Sepse ju jeni më të lartët. Kur ata Allahu Rasul jeni më të lartët, në momentin që Ebu Sufjani kishte shkuar përpara tyre, në atë moment ishte pabesimtar, dhe u thoshte, ku e keni Zotin sot? Ku e keni Zotin ti sot? Ku e keni profetin sot? Ku e keni fitoren sot? Edhe ne themi, mos u dobësoni, mos u dorëzoni, mos u dëshpëroni, jeni më të lartët. A ke besim? A beson Allahun? A beson botën tjetër? A jeton me Zotin e gjithësisë? E di se kush është Allahu? Në asnjë moment, në asnjë çast, la ya'zubuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Nuk ka diçka që e bën të pamundur Allahun në qiell apo në tokë. Allahu e ka thënë, s'ka diçka që e bën të pamundur Allahun në qiell apo në tokë. Janë ditë të caktuara, momente të caktuara, mesazhe të caktuara që i dërgon Zoti i gjithësisë, nuk kush i merr dhe kush përmirëson dhe kush reflekton. Dhe pjesa tjetër është mendimi i mirë për Zotin e gjithësisë. Wali rabbike fasbir. Dhe Zotin tënd, dhe për hir të Zotit tënd duro. Kjo është harta e jetës. Secili prej nesh i merr këto ajetet e para të surës Mudaththir, i lexon të përkthyer, i kupton, përpiqet të mbajë mend disa prej këtyre orientimeve dhe udhëzimeve të cilat ka, dhe merre dhe zbatoje, aplikoje në jetën tënde. O ti i mbuluar, kur mos rri i mbuluar. Ngrihu, paralajmëroj njerëzit, bëu aktiv në jetën tënde, fto familjen tënde dhe gjithë njerëzin, nëse ke mundësi, me urtësi, me budësi, me moral, sepse ti je shprenar që je musliman, Zotin tënd madhëroje, rrobat e tua vetën tënde pastroje, sjellje dhe gjithçka tjetër, të keqes largoje sepse nuk ka hajër dhe nuk ka mirësi tek e keqja, sado që të bësh quaje pak, dhe nëse bën mirë ka njerëzve mos e përflit dhe mos i lëndon, dhe në rrugën e Zotit tënd duro, tregohu durimtar. Kjo është harta e jetës për besimtar. Luma i cili e merr dhe aplikon dhe zbaton. Lusim Allahun lartësuar që ne të jemi prej tyre. Lusim Allahun lartësuar që ne, Zoti i gjithësisë, të instalojmë në zemrat tona dhe në mendjet tona veçse mirësinë. Lusim Allahun madhuar që asnjëherë të mos jemi, qoftë individ, si bashkësi, si ummet, asnjëherë mos ndihemi të dobët. Asnjëherë mos ndihemi të dëshpëruar, sepse me Allahun jemi të lartësuar dhe jemi shumë të fuqishëm dhe asnjëherë nuk kemi të dobët me Zotin e gjithësisë. Lusim Allahun lartësuar që Allahu na ruaj këto mirësi të cilat ne i përjetojmë dhe janë të shumta. Çdo ditë lexojeni dhe kujtojeni hadithin ku profeti Alisam thotë kush gdhihet i sigurt në shtëpinë e tij, i shëndetshëm në trupin e tij, posedon rrezikun e ditës, është pasanik, është si të mbërthyer gjithë dunjan. Ti shijojmë mirësitë e Allahut. Asnjëherë mos u ndihemi si të varfër, asnjëherë mos u ndihemi si njerëz me boshllëk, asnjëherë mos të jetojmë në iluzione dhe në një jetë imagjinare. Jeta përsosur është vetëm në xhenet, është në botën tjetër, të shijojmë mirësitë e Allahut përpara se të vijë një moment Zot na ruaj, dhe pastaj të ëndërrojmë ato mirësi të cilat sot jemi të zhytur në këto mirësi. Dhe kërkojmë Allahut të na ruaj këto mirësi, dhe Allahu të na shtojë, Allahu t'i çlirojë të gjithë besimtarët, muslimanët, kudo qofshin, nga të gjitha sikletet, nga të gjitha vuajtjet, nga të gjitha padrejësitë. Lusim Allahun që Zoti i gjithësisë të tregojë fuqinë e tij, dhe drejtësinë e tij, me ata njerëz të cilët derdhin gjakun e njerëzve të pafajshëm, me ata njerëz të cilët bëjnë padrejësi dhe shkatërime në tokën e Zotit lartësuar, dhe kërkojmë Allahut që Allahu lartësuar jo thjesht të na bëjë njerëz të mirë, po Zoti i gjithësisë ne ta bëjë njerëz përmirësues. Kjo është ajo gjë që do t'i kërkojmë Allahut. Allah na bëjë njerëz përmirësues në tokën tonë. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum.